Mirëqenia në vendin e punës si investim në performancë, nga benefit në strategji reale për ekipet. Kjo është tema për cilën do të flasim sot dhe kemi Albin Halilin këtu nga Jetofit, drejtor menaxhues. E kemi kënaqësinë me të pas në PR Zone. Kënaqësia është e jemja. Tregom fillimisht si po kalon në Power to Gjar, sepse po e shohim që edhe shëndeti fizik, që pastaj po ndikon edhe në shëndetin tonë mendor, po diskutohet dhe po integrohet në botën e gjarit. Realisht, me tregu drejt, nuk kom prit që ka me konë kaq mirë, pasi që ka vendu që na kena me konë të vetme që kena me full për well-being edhe mirëqenje, kena pas edhe kolegë tjerë që kanë orë edhe me delegacionet huja që kanë full ekstra për well-being, ku kena marrë pjesë edhe në panel atë, ku ka full kolegja jeme. Edhe na jena ma shumë se të lumtur që ka pas edhe persona tjerë që na u kanë bashkangjit në rrugtimin tonë. Në këtë mision. Në këtë mision, me thonë që me pru well-being, me shtin korporata. Në qendër të vëmendjes. Po. Tregom si po ndikojnë konkretisht aktivitetit fizike nga ajo çka po shihni nga përvoja në mirëqenie, në produktivitet, edhe në reduktimin e stresit në vendin e punës, që është një prej shqetësimeve globale, jo vetëm në vendin tonë. Po realisht kur punëtori ndihet mirë, edhe ka me performu mirë. Kjo është mirëqenia fizike e redukton stresin, rrit produktivitetin punë, përmirëson edhe vendimarrjen në këtë rast. Edhe besoj që është një ndër faktorët kryesor që një punëtor performon në nivelet më të larta me një kompani, si ajo serioze, si ajo me punëtor më pak. Besoj është. A një të lumtur që sot punonjësit, punëdhënësit në fakt, po i kushtojnë rëndësi edhe shëndetit mendor të punonjësve vetë. Jena të lumtur. Sepse po e vërejnë që produktiviteti rritet edhe është në favorin e tyre. Është një mendojone punonjësit ose punëdhënësit në këtë rast shohin well-being më shumë si investim. Okej. Unë mendoj që duhet me qenë kundërta, well-being nuk duhet me qenë investim, nuk duhet me pas si investim, duhet me pas si strategji, duhet me pas si kulturë që formohet brenda kompanisë. Edhe nëse arrina në qatë pikë, besoj kena më konë, jo vetëm na si Jetofit që menojna me pru diçka të re, po edhe korporatat kanë me qenë shumë atë lumtur, kanë me pas shumë progres në punëtor, në burnout punëtorëve, kanë me pas shumë pak. Edhe a është ende ajo kultura që nëse investohet në mirëqenien e punëtorëve, ende shihet si një favor që po bëhet nga punëdhënësi për punëtorin? Fiks që ne po e bëjmë për juve, për të mirën e juaj. Posta me dal, po shihet pak a shumë si bonus, ose ose diçka për të mburur tek konkurrentët, ose për CV. Realisht well-being mos do të më qenë veç si CV, me thonë që na investojna në well-being, hajde po na te na, do të më thonë diçka që është kulturë, strategji që vendoset një qarë dhe mo. Apo shohim ndryshime reale tek kompanitë që po shohin mirëqenien si pjesë kulturës? Po, realisht. Apo vreni ju ndryshim në këtë aspekt? Na kemi se shpesh flasim çka do të donim të shihnim, po apo shohim realisht me kompani të ndryshme, sidomos kisha dashur me potencu është njëra prej kompanive të para që ka investuar well-being, ISA Consulting, edhe kena marrë feedback për tyne që është diçka që përdoret realisht, pse se na japim punëtorëve fleksibilitet. Nuk paguën vetëm palestër, nuk paguën vetëm membership të fitnesses ose diçka e tillë, po jep punëtorëve liri, zgjedhje. Punëtori zgjedh vetë çfarë sporti i përket, çfarë sporti po tani. Çka e bën më më mirë, çka e rrit produktivitetin, edhe kjo rrit produktivitetin, po edhe rrit performancën punë. Dikush performon më mirë me fitness, dikush me pesha të rënda, dikush me pilates, kështu që secilin dihet lirë me zgjedh. Dihet njëjtë në një sport caktuar. Ai ofron gjitha këto platforma juaj, aplikacioni? Po. Do të thonë mund me zgjedh çka do që ju përshtatet më shumë. Platforma jonë të jep akses në gjitha llojet e sportit. Punëtori zgjedh vet, punonjësi zgjedh vet sportin që i përket. Edhe besoj edhe për HR-in, për menaxherat është shumë më e lehtë kjo pjesë. Mi ofron si palet, nuk ka nevojë me marrë direktiva, na ofrojnë edhe vetë këtë pjesë ku e sheh vetë në kohë reale sa po përdoret, por ki opsione më shumë automatikisht ka u përdorur më shumë. Patjetër. Albin, cilat janë disa modele ose praktika moderne që po funksionojnë më së miri në këtë drejtim? Besoj keni marrë mjaftueshëm eksperiencë edhe keni pa praktika edhe në vendet e huaja. Cilat modele ose praktika po funksionojnë më së miri?
Qashtu që ceka dhe më parë, po ndërlidhet me qëtë pyetje, janë modelet që ofrojnë fleksibilitet. Që nuk ja imponojnë punëtorit një membership në çfarë do lloj sporti. Ofron fleksibilitet, si në zyrë, si ato që punojnë. Edhe jashtë orarit, jashtë zyrës, po. Çka ofrojnë ana personalisht, po fole për biznesin tonë, na operojmë edhe jo vetëm Prishtinë, po edhe në gjithë territorin e Kosovës, synimi jonë realisht është kë. Po. Që korporata që kanë punëtorë edhe jashtë Prishtinës me pas mundësi me ofru edhe punëtorë e tjerë. Mundësi reale edhe besoj që ndikon. Muj me thonë që është investim me këthim të matshëm. Investim me këthim të matshëm. Po. Okej. Çka e bën të vështirë për kompanitë me i zbatu këto programe të mirëqenies? Çka i ndalon? Muj me thonë është implementimi, pse se kompanitë duhet i morën vetë përsi për nuk e angazhojnë, nuk e delegojnë punën, a? managementin ose pastaj duhet me folë me partner, e sheh apo përdoret as po përdoret. Do na kemi ofruar zgjidhje edhe për këtë pjesë, pasi siç tregoj, siç ceka dhe më parë, na i ofrojnë edhe partnerit çosjen aplikacion. Okej. Partneri vet, një partneri B2B ose një korporat që e ka dikon për që pjesën e HR që menaxhon për well-being, na kemi I ofroni akses. I ofrojnë akses admin Django, vaj mundet me po vet, po reale punëtori vet, sa është fleksibel, sa për përdor, nëse një punëtor nuk do me përdor, mundet me zëvendësu me dikant tjetër, pa pas nevojë me më ndërgu mu email ose më thirr mu personalisht, ai ka mundësinë vet, kështu që është akoma ma e lehtë, ma easy. Po kuptohet edhe çmimi në lullë rol të madh, këto na ofrojnë edhe oferta shumë të mira për korporatat në këtë rast. Ndërsa ofertat që korporatat s'kishin më kjo rezistim. Tregon çka i kishe këshillu kompanitë me bu një hap shumë thjesht, një hap vogël për me ndërmarrë me njëherë këtë punën e mirëqenies pak me seriozitet. Kompanitë, nëse veç e keni plan me investu në well-being, mos e prit në momentin e duhur. Mos e prit në momentin perfekt sa ai ekziston. Startoni prej tash. Edhe besoj që a investim që fash edhe ma herët ka mu këthy, nëse jo në një mënyrë tjetër. Ti the ma herët edhe me pasi strategji, ma shumë se sa investim. Para se me vendos si bonus, si investim, me vendos si kultur, si strategji në mrena korporatës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu kënaqësia jemi.